Pse? Se këto media qa përdorë makinerin që e forcuan spakun dhe dobësuan votën e popullit. Duke fuqizuar spakun, këta ja kanë fut vetes. Pra kush, pushteti ekonomik ja ka fut vetes, shumë qartë. Se u fut në lojën e popullit. Pse? Populli duhet ndëshkoj përmes votës, jo përmes spakut. Do të ndëshkoj unë tani ty, si e policit nga mrapa të dera. Pra jo, po thoni që makineria që ndërtuan tani ju doli nga duart. Edhe nga duart, por jo shiko, kujdes, jo nga duart nga ashtu si që kupton ti që këta po bëjnë punën e tyre. Jo, do ta specifikosh. I ka dalë nga duart se ata vlerësuan dhe mbivlerësuan veten e tyre. Pra, jam i BK-s, do shpëtoj Shqipërinë. Ja prokuror, do gjithë popullin se e mora hakun që do të populli. Po jo nuk shkon kështu, është tjetër, është ndryshe. Pra, përmes proces demokratik, nëpërmjet votës, në rast se ti e shet votën, sigurisht që do të kesh ndëshkim. Në rast se ti bë korrupsion, do të kesh ndëshkim. Pra, në aspektin komunist ndëshkim, se rehabilitim quhet në aspektin juridik, po ne flasim si do populli ndonjëherë, kupton? Se populli kënaqet, vendosin pranga këta. Punon spako. Kur të vendosin ty pranga, çfarë do bësh ti o xhaxhi kur nuk ke folur? Se ke thënë, ky ka bërë diçka, ky s'ka mundsi, s'bëhet fjalë. Kurse ti nuk e shiko veten. A ke bërë ti ndonjë gjë që se po të erdhi ky pranga vendos tot ai, pse vendosi mua prangat? E ke parë ndonjëherë që thotë, "Ori thua zotri kështu." Jo, thot ai. Por zotri nuk thash e bëre ti. Unë të pyeta, a ka ndodhur kjo ngjarje? Sepse ti kur më thua direkt mua, jo, do thotë që çka pas ke bërë ti? Se kjo është natyra që kemi ne këtu, i them unë, kështu bëhet. Jo, nuk bëhet. Po se ke bërë se prandaj më thu jo. Dikur e ke bërë, po thjesht tani nuk ta mban se i shikon që po shënoj statistikat e përballë, tu thua, po nuk bëhet, po kështu duhet ndëshkojmë ne, duhet i fusim burg këta. Avokat, për ta mbyllur, kam një pyetje, këtë ç'a bëhet nga krahu tjetër? Velie po ankohet për buxhetin, thot pse po më pyesni. Kurse nga krahu tjetër Saliani endoj që të besoj debatin dhe përplasjen me Flamunogun. Ju bindi që është lufta për një karrike apo jo? Shiko, më bindi që ignoranca sa më shumë pështohet. Mirë, tek pjesa e këtij ceka emrin ky, Saliani edhe Berisha. Flamunoka futet si ata të cilët do të shpëtoj partinë dhe vendos emrin e tij, thot po i ka unë humbi partia, kundërkohë kemi nga 2013 deri më sot nga humbi dhe e quajnë justifikim dhe fitore. Dhe unë kam thënë diçka shumë të thjeshtë tek njerëzit, tek militantët e PD-s. Sepse për njerëz të cilët nuk janë të PD-s, nuk ka ç'ti duhet, e kupton? Se ato gëzohen, kur ka për shembull rrumpallë të PD-ja, gëzohet një komunist, një socialist, gëzohet. Po, se ditë vetë që nuk bëhet atë rrahataja, po gjithsesi është punë tjetër. Por, duhet t'ju them diçka shumë të thjeshtë. Çfarë është? Përdorim logjikën. Cila është logjika? Edhe ku na çon logjika? Zotëri, Partia Demokratike nga kriza në krizë, po ke debat politik. TPS-ja ke nga vdekja në vdekje. Pra, aty ku ke vdekje, nuk vjen dot shpëtimi. Se vazhdon nga vdekja, pra, heshtja, edhe ajo që ne themi, mos përballja me realitetin dhe mos... Ja, avokat, tu s'jam plotësisht dakord, parti ka treguar që ka ditur të rifreskohet vazhdimisht, të rigjenerohet. Ashtu mendoj. Po, frut të këtë pushteti ekonomik gjoba dhe vje pushteti ekonomik si njerëz. Lere tani, mos të fol mua për këtë gjëra, e kuptoj, po të shikosh si duken ata. Edhe njerë, Partia Socialiste nuk është biznes vlla, nuk është SHPK. Partia Socialiste është një subjekt i cili edhe me vdekjen edhe me ikjen e Edi Ramës do ta marrë dikush tjetër. Ose do flake, ose do shkërmoqet. Po që do shkërmoqet po nuk besoj se do shuhet në mënyrë absolute. Po as Partia Demokratike që ishte insistimi i PS-s që të shuhet. Pra, do të thot në aspektin politik duhet kuptosh
që Partia Demokratike është e shëndetshme në logjikën e atyre që dinë të logjikojnë. Po çfarë ndodh tek Partia Demokratike që është e shëndetshme sepse kundërshton njëra tjetrën, pra brenda debatit? Aty ngjall dhe flakën që thash, ngroje, që do thotë, ai i cili ftofet me flamurin shpreson të Saljanin. Ai që ftofet me Saliu shpreson të Saljanin, edhe të Ali Mehmeti. Pra, në rast se ti do të thuash që në këto momente PD-ja po kalon një krizë, jo, nuk po e kalon, sepse është një flak e cila në këtë moment po ngro, pra po ngro situatën, po ngro njerëzit, pjesëtarët, dhe kjo ngroja do të sjellë patjetër një atë që ne themi rezultatin. Ndërsa në krauma tanë, që është PS-ja, nuk sjell rezultat. Dhe ta kam thënë pse nuk sjell. Sepse nga vdekja në vdekje dhe nga mosfolja në mosfolje nuk përcjell konsultim, po përcjell vendimarrje. Dihet që të PD-ja vendimit i merr Saliu. Po të paktën ai mbledh kryesin, mbledh forumet, bën foltore, pra bën gjëra. Ndërsa ky, çfarë bën? Ky bën me parat tona sikur po bën, dhe në fund fare i dalin lakrat në shesh, që këta të tjerët vjeshin lek supozojmë. Po ka diferencë njëra me tjetrën. Populli thot për PD-n që këta që kanë akoma nuk e kanë kuptuar që do të vinë në pushtet. Jemi vigjilent këtu. Por të PS-ja, ka thënë këta kanë prodhuar hajduta. Pra tabelat i ka dalë atyre. Po thjesht populli nuk e reflekton këtë tabelë në votë, sepse mendon që do vi Brau, do vi UFO, do vi Bufi, do vi Zoti, do vi Trumpi, do vi ky, do vi dhe ta shpëtojë. Po nuk është kështu politika. Prandaj them që tek Partia Demokratike në këto momente që jemi, po ekziston në mënyrë të pa ditur ose në mënyrë të pra në destinacion pa orientim, po mendoj se Partia Demokratike do të jetë në nivelin e dur që të bëjë bashkimin. Dhe bashkimi mendoj se do jetë edhe lapaj në mes. Nuk e përshtë e rastë në lapaj. Avokat, më lexuat më një se... Pa i doli në kryeministri në mënyrë të çuditshme. Sepse pikrisht të shtuar në rendin e ditës në parlament, çfarë? Vendimi që zoti Shabani do të emërojë të avokati popullit. Ishin testu numrat dhe kishte dalë konfirmimi nga lart që Shabani do emërohet. Së është e nevojshme kjo gjë. Çfarë nuk kupton këtu? Pra, lapa i çfarë bëri? Duke ditur që këte kishte tradhtar, e kishte. Ai ta pranojmë. Në fund fare tha, po dalën në rrugë që tregoj popullit që unë nuk e pas Shabanin në ekran televiziv, nga shtëpia ime apo nga partia apo nga studio, po e pash në shesh, duke protestuar për të drejtat. Ai syri keq aman, do të shkoj ta vizitoj. Dhe pastaj ç'a ndodhi? Ty nuk duket e çuditshme që policat shkojnë në orën 5 bën aksion edhe ikin? Po ku ke pati policit bëj aksion edhe ikin, mo? Policia e baron atë, po fut policia e pastron, s'ka më të ri aty më, asnjëri. Pra, jemi, a këtë duhet të them të qytetarët, jemi në një lojë të bukur, të rrezikshme, që të tjerët janë protagonist, ne e shikojmë, por duhet të përdorim logjikën, jo emocionin. Prandaj them, ishni emocionin dhe përdorni logjikën. Lidhni ngjarjet. Pse një opozitar i ri shkoi bër pakt me Edi Ramën? Shumë e thjeshtë kjo. Pse një opozitar i vjetër bën marrëveshje me Edi Ramën? Pse gjithmonë në historinë politike të Shqipërisë PS-ja ka ndihmuar PD-n, PD-ja ka ndihmuar PS-n me leadershipat? Dhe pse vim në 2008 ku ishte Sali Berisha dhe Edi Rama në kryefjalën e politikës shqiptare dhe në 2025 që përsëri janë ato fakt konkret në politikën shqiptare? Pra, gjitha këto nuk mund t'i marrë sepse
doli një person që ka mlefe me Saliun apo mlefe me Edi Ramën dhe ka bashkëpunu dikur me atë dhe tani fillon edhe e godet nga mjes deri ndark Saliun dhe Edin. Sepse ai ka mlefe, ai s'ka logjik. Dërsa ne çfarë i themi popullit? Ore, ne nuk kemi mlefe personale, s'kemi kontaktuar, s'kemi qenë drejtora në drejtora për ata që s'kan qenë, e kupton, se ka njerëz që kanë qenë. Po ata që s'kan qenë, nuk kemi diçka që na bashkon me pushtetin, po as me opozitën o vlla. Pra çfarë themi? Themi vërtetën. Po duhet të bëhet opozit, populli të ndëshkojë ata të cilët tallen me popullin. Dhe prandaj them unë, përdorni logjikën. Pra, iku Altini, vjen bravo. Altini u përdor nga partia. Altini në çdo moment bëhet statistikë e partisë. Po asnjëherë, as pushteti ekonomik, as pushteti gjyqësor, as pushteti ekzekutiv nuk të kalon këmë pushtetin legjislativ, më vlla. E di pse? Sepse pikrisht, kush vel vulën në fund o vlla? Kush thot të arrestohet Altin Dumani? Një ligj në parlament. Këtë s'po kuptojnë qytetarët, prandaj them, ishni atë fjalën e famshme, spaku. As drejtësia e re, të kalbur janë edhe se din atë janë mbajë, nuk e din çfarë bëjnë, sepse janë në presion, e kanë vënë vetë në presion, edhe i them, mund meni ato ilaç, aty mund t'ju shpëtojnë vetën, se po ju çon atje në drejtim të paditur. Dhe ju do të keni problem familjar tuaj, sepse çfarë thot ai? Mund të fare fut në burgat e bo statistik. Sepse përdori. Avokat. E kuptoj. Prandaj që ta konkludoj, sepse e zgjasim shumë, përdorni logjikën, punoni në një vend, përdorni logjikën, mos ja bë atij tjetër se do të vi statistika dhe tyre vëlla, sepse disa mendoj se pushteti është i vazhdueshëm. I vetmi pushtet që është i vazhdueshëm quhet lindja dhe vdekja që njeriu e bashkëshoqëron. Por asnjë pushtet tjetër nuk është i vazhdueshëm. E për rastin e Erion Velis, ato që e lynin, e dashuronin nga mjesit deri ndark, shkun u bën pakt me Edi Ramën dhe shkarkun. E për rastin e Ballukut, sa doli skandali filluan se u kujtonin, e kupton. Prandaj them, kujtonin ato letrat. Filluan duke fol. Opa tham, ndaloj, shtyp frenat. Kur shkoj nesër, kërkesa në parlament për arrestim, a kupton? Sa po ta çoj ta manastiri atë ku i bjen të shkoj, apo të shtëpis apo atje në Progredec, shikoj ti pastaj si do pllaka. Prandaj të nderuar, përdorni logjikën, mos përdorni emocionin. Mos shikoni politikbërjen, që politikbërja bën vetëm debate, po shikoni përmbajtjen e debateve. Nuk them që ne do themi që janë të këqij të gjithë, se jemi të gjithë të njësoj. Por ama, po, përmes politikës shkon në çdo vend. Përmes drejtësisë ka vetëm një vend. O pafajësia o fajësia. Por më politik është forma e gjithë përfshirjes. Prandaj them tek qytetarët, sepse duhet të kuptojnë që emocioni është një gjë njerëzore e rastit, po nuk mund të vazhdoj në mënyrë të pandërprerë duke parë gjërat në një këmbvështrim shumë logjik dhe të bazohet mbi atë që ne kemi kaluar si popull dhe po e kalojmë aktualisht si popull. Se jemi i njëjtë popull, pra e njëjta është trashëgimia, e njëjta është ADN-ja, e njëjta është sjellja. Nuk ka ndryshuar. Kur të vim pas disa vitesh të tjerë dhe do bëhet miks edhe kështu ku e di unë tani, pastaj flasim mund të bëhet edhe kjo gjë. Por në këto kushte që jemi, unë i them qytetarëve, ruani qetësinë, mos u bëni pjesë e lojës së një politikani që do të përdoret duke u viktimizuar, besoj kuptoni për kam fjalën, e kupton? Por mos paragjykoni të tjerë që po vinë duke i thonë që këta që kanë të tillë sepse kështu, sepse në rast se ju sjellën një logjik të thjeshtë. Në kohën e Saliut,
A kishe lek në shtëpi? Kishe. Sot në kohën e Edi Ramës, e numëron që nuk e të përfundosh muajin? I muajin jo, po 15 ditëshin. Pra do të thotë që njerëzit duhet të reflektojnë sipas logjikës dhe jo emocionit, sepse ngjarjet penale që janë bërë janë ngjarje të cilët jo se drejtësia nuk veproi, po se pushteti legjislativ kur normon ligjin për ata që janë në pushtet, sigurisht jep ombrellën e mbrojtjes. Pse? Sepse imagjino ti një shtet i cili të jetë vulnerabël me vetëqendrimin e vet. Çfarë do thotë? Nuk është shtet. Po parlamenti çfarë është? Përfaqëson shtetin. Këtë kuptoni. Pra, sot Dumani bëri këto masakra. Ikë Dumani, vjen ky tjetri. Ky do ta pyesi vetën ndonjëherë. Do vi një tjetër, do ta pyesi. Pse po ju them këtë gjë? Sepse duhet të kuptojmë qartazi që politika kalon përmes parlamentit. Ne zgjedhim parlamentin. Pastaj si konfigurojnë lojtarët në politikë, po është përgjegjësia jonë, se nuk mundet të jetojmë në 2025 dhe të kemi në skenën politike Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Metën. Po ku ikën këta të vjetrit të vlla? Sa përdore spakun që të pastroj këta të vjetrit që të vinë këta të rinj? Po ku janë këta të rinj të vlla? Pra nuk e dua me emocion, se unë e di që edhe unë përdor emocionin, po nuk e dua sepse kur unë përdor emocionin gaboj. Ose ndonjëherë ta dish emocioni përdoret edhe për të mos gabuar, po e di që gabon në sy të tjerëve, po ti e di që nuk ka qenë ai qëllimi. Po përdoret emocioni. Por ti duhet të dish që gjithmonë logjikat e një personi logjikshëm duhet të mbizotrojnë. Sepse edhe emocioni futet edhe e shkelmon ose më mirë e përdor e ndryll logjikën për shkak se do të sjellë diçka tjetër te njeriu. Prandaj them, është momenti të shkëputemi nga ajo që unë them vazhdimisht nderuar, nga emocionet. Avokat, nga gjithë kjo, unë kuptova që protesta e Berishës 22 dhjetor nuk po bëhet kundër Ramës, por kundër Salianit. Të falenderoj shumë, avokat. Edhe unë falenderoj për ftesën.